Qeveria shqiptare ka miratuar një marrëveshje të huaz direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat do të përdoren për ushtrin. Bazuar në marrëveshjen e miratuar nga qeveria Rama, Shqipëria do të marrë një hua prej $302 milion në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak. Në njoftimin zyrtar të Këshillit të Ministrave thuhet se në mbledhjen e sotme është miratuar në parim marrëveshja e huaz direkte ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe SBA-ve përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë e Mbrojtjes në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak me një hua në shumën totale prej $302 milion amerikan. Në faqen zyrtare të qeverisë shqiptare nuk jepen detajet më tejshme lidhur me marrëveshjen e huas, por ajo që dihet është se ato do të përdoren për qëllime ushtarake. Nga raportimet mësohet se huaja do të përdoret kryesisht për modernizimin ushtarak, sipas programeve që financohen përmes FMF-s. Ky vendim vjen në një kohë kur Shqipëria renditet ndër 3 vendet që nuk ka arritur objektivin minimal për shpenzimet e mbrojtjes, ato prej 2%, ndërkohë që presidenti Donald Trump ka kërkuar që objektivi të shkojë në 5% për secilin nga vendet e aleancës. Media holandeze NOS, duke u referuar burimeve të NATO-s, shkruan se Republika Çeke, Slovenia dhe Shqipëria rezultojnë se kanë shpenzuar më pak se 2% të prodhimit brendshëm bruto për mbrojtjen gjatë vitit 2024. Në mars, NATO njoftoi se të gjitha vendet anëtare kishin arritur pragun prej 2% të prodhimit brendshëm bruto për mbrojtjen. Megjithatë, një verifikim i mëvonshëm i dhënave financiare tregoi se 3 shtete kishin përfshirje në llogaritje shpenzime që nuk lejohen të konsiderohen si investime të mbrojtjes. Sipas një zyrtari të lartë të NATO-s, Shqipëria dhe Slovenia paraqiten mospërputhjet më të mëdha, duke rezultuar rreth 0.5% në objektivin e kërkuar. Çështja merr rëndësi të veçantë në një kohë kur Aleanca po diskuton rritjen e mëtejshme të shpenzimeve ushtarake. Para samitit të NATO-s në Hag, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte kishte ushtruar presion ndaj vendeve që nuk përmbushnin angazhimet e tyre, duke paralajmëruar për pasojat politike dhe strategjike të mungesës së investimeve në mbrojtje. Burime brenda Aleancës paralajmërojnë se Republika Çeke, Slovenia dhe Shqipëria rrezikojnë të mos arrijnë sërish objektivin prej 2% edhe gjatë këtij viti. Gjithashtu ekzistojnë shqetësime edhe për nivelin e shpenzimeve të Hungarisë. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka paralajmëruar se SBA-t mund të reduktojnë kontributin e tyre financiar në strukturat e NATO-s nëse aleatët vazhdojnë të mos respektojnë angazhimet e marra. Aktualisht SBA mbulon rreth 15% të buxhetit të përbashkët të aleancës, i cili financon selit, misionet dhe stërvitjet ushtarake. Sipas burimeve të cituara nga NOS, Shqipëria mund të përballet edhe me pasoja politike brenda aleancës, përfshirë mundësinë që të mos i besohet organizimi i samitit të ardhshëm të NATO-s, shkruan media holandeze.